shpirt. Mos harro që këto janë pika që të ngelin në mendje dhe do t'i ngelin dhe Selinit, edhe ty, edhe Jonit, i cili shkreti është në këtë mes dhe domethënë thjesht i bie për fat të keq ta shohë këtë gjë në televizor. Dhe mos harro asnjëherë që kjo është plus edhe për njerëzit që nesër pas nesër mund të duan të sulmojnë jashtë. Kupton? Se çdo gjë nuk e prish kur raportin mes me e Selinës, sepse jemi dy goca shumë të forta, që realisht kemi një raport shumë të fortë. Po, mua personalisht, jam shumë dakord prapë. Unë ju kam dëgjuar vetë që i thonë njëra tjetrës motra. Por, e ke dëgjuar apo jo? Po, e kam dëgjuar, po. Dhe mua personalisht, të ta them tro çfarë, qëndrimi që mbajti Selina sot më ka pëlqyer shumë. Nuk kam më thënë ajo gjë që ajo zgjodhi ta mbante ashtu, pa folur, ishte super qëndrim. Ndërkohë që me gjithë gjërat që dolën në klipës, ato që dolën në klip, okej, priten, montohen, normal se janë biseda më gjata, pikërisht, ti nuk e kupton asnjëherë se çfarë është thënë realisht aty. Ato merren pikat kryesore dhe bashkohen gjitha bashkë. Domethënë skema ishte për të kuptuar njerëzit se si do reagonin, edhe Brikena me Mateo na kupton, po thjesht me ndet, jo me ndërhy për diçka të keqe, thjesht me net me Mateo, me fol, kupton, kaq, jo me dekat. Tash të bëj një pyetje, më që më doli ke muhabeti Mateos dhe Brikenës. Ti personalisht mendon që ka ndonjë gjë mund të ketë ndonjë gjë midis asaj Selinit, midis Brikenës dhe Mateos? Ndoshta dhe mund të lindi, se ato pra, edhe ka ndarë njëherë, kupton, mami i tha. Tja të provokimin që e bëre ndoshta dhe për të ngacmuar pak Brikenën, nëse do bëhesh xheloze apo? Po, se dhe me punë të shtëpisë. Po, dhe me punë të shtëpisë, unë i bëra, domethënë, kastile dhe për nga ana Brikenës dhe nga ana Mirit, për të pa të dy reagimet, kupton? Brikena me kë ka qenë të punët apo s'ka lidhje, ka qenë duke tualetet? Jo, nuk ka lidhje, ka qenë Mateo me Selinën dhe garderoba. Nëse. Por unë, të me thonë, disa gjëra i bëj kastile për të provoku, ama jo pse unë du t'i ndaj njerëzit ose du mos provoko Selinin, kjo gjë është shumë keqe. Të me thonë, unë e parë, unë mundohem gjithmonë të shoh gjë. Po nuk e kam provoku Selinin.